me vullnetin e Zotit do të flas për muajin Shaban dhe vlerën e tij. Të nderuar besimtar, njeriu shpesh i humb vlerat jo sepse janë të vogla. Ka disa vlera i humb jo pse ato janë të vogla në parim, por sepse nuk ndalet ti mendoj. Ka gjëra që Allahu o ka dhënë peshën e madhe, por njerëzit u kanë ul vlerën nga neglizhenca. Një prej këtyre dhuratave më të mëdha është muaji Shaban, dhuratë e të madhit Zot. Një muaj që vjen me heshtje, i qetë. Një muaj që nuk ka famën e Ramazanit, as shejtrin e Rexhebit, por që ka sekret të mëdha për ata që e kuptojnë. Sipas kalendarit islam muaji 8, dhe është detyra jonë si besimtar të pyesim veten dhe të themi: çfarë përfaqëson Shabani për ne? Apo e kalojmë si zakonisht, apo si përgatitje? Shabani në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse duam ta kuptojmë vlerën e një kohe, duhet ta shohim si është sjell pejgamberi ynë alaihi salatu wassalam me atë kohë dhe me atë çështje. Nëna besimtarve Aisha radiallahu anha tregon e thotë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam agjeronte aq shumë sa mendonim se nuk do ta prish agjerimin. Ka pas raste që aq shumë ka agjeru pejgamberi, ka menduar se mo tash edhe mas mo kur s'ka me prish agjerimin. Wa yuftir hatta naqulu la yasum. Dhe ndonjëherë e ndërpris të agjerimi sa mendonim se nuk do të agjeron të mo. Qatë gjigat nuk ka agjeru, sa kanë mendu se s'ka ma agjeru mo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Fama raitu istakmala siyamu shahrin qat illa Ramadan. Nuk e kemi parë të agjeroj ndonjë muaj të plot përveç Ramazanit. Komplet muaj nuk e kemi parë duke agjeru përpas muajin Ramazan. Ajo është çështje e mbyllur, e pa diskutueshme, se është farz i Zotit. Wa ma raitu akthar siyaman minhu fi Sha'ban. Ndërsa më së shumti e kam parë duke agjeruar në muajin Sha'ban. Domethënë, pi dallim pi muajve të tjerë, respektivisht përpas muajit Ramazan, të gjithë muajt tjerë më pak ka agjeruar se sa në muajin Sha'ban. Dhe më së shumti pas Ramazanit ka qenë që e ka agjeru muajin Shaban. Në transmetim tjetër të Muslimit thuhet: Kana yasum Shaban kull illa qalila. E agjeronte Shabanin pothuajse të tërin, po jo plotësisht. Shtohet një pyetje logjike: pse komplet jo se ka agjeru? Por mos mu bo obligim dhe për mos mi ngjasu dhe për me nda nga Ramazani. Po t'i shkon për diçka tjetër, Muhamedi alayhi salatu wasallam komplet muajin Shaban do ta agjeronte. Po nga frika që njerëzit do ta marrin dhe do të thonë në të ardhmen se 2 muaj është agjerim Ramazani, pejgamberi ka agjeru shumë, por nga fundi i tij e ka ndërprer në mënyrë që ta dallojë muajin Shaban, respektivisht më herët muajin Rexheb, pastaj Shaban dhe në fund muajin Ramazan. Sharimet e dietarëve të lloj-llojshme. Ibn Abbas radiallahu anhu, njëri ndër sahabët më të spikatër, thotë: Ma sama Rasul sallallahu alaihi wasallam shahrun kamil ghayr Ramadan. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e ka agjeruar ndonjë muaj të plot përveç Ramazanit. Kjo dëshmi sepse ai ka shoqëruar pejgamberin në vazhdimsi dhe nuk e ka agjeruar asnjë muaj komplet përpas muajin Ramazan. Ibn Hajjeri përmbledh mendimin e dietarëve dhe thotë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaddilu Sha'ban fi siyami ala sa'ir shuhur an-nawafil. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e veçonte Sha'banin me agjerim më shumë se çdo muaj tjetër vullnetar. Kjo nuk është obligim, vullnetar. Një mësim është një rregull. Ajo që është më afër Ramazanit është me vlefshme për përgatitje. Njeriu më së shumti përgatitet. Arsyeja kryesore e agjerimit të Shabanit. Usam ibn Zeid radiallahu anhu duke tregu fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam për arsyeën e agjerimit të Shabanit kishte thënë: Dhalika shahrun
يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه أعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Ka thonë pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam, ky është një muaj që njerëzit e neglizhojnë. Ka tregu që këtë muajin Shaban, njerëzit muslimanët e neglizhojnë. Sepse gjendet mes Rexhebit dhe Ramazanit. Domethënë Rexheb, Shaban, Ramadan. E kanë neglizhuar sepse është muaj i ndërmjet në mes të 3 muajve. Dhe është muaj të cilën ngriten veprat tona. Prandaj dua që veprat e mia të ngriten ndërsa unë jem agjërues. Përderisa veprat tona lartësohen dhe ngriten përfundimisht, mbyllen për një vit dhe ngriten te i Madhi Zot, dëshiroj, thot pejgamberi, që veprat e mia duke ngritur të jem unë agjërues. Domethënë ja ka dhënë një shpjegatje të fortë i dërguari jon alayhi salatu wassalam. Ta marrim një argument apo disa argumente logjike. Nëse një nxans e di se nesër dorëzon provimin, a nuk përgatitet? Një nxans ka nesër provim. A hiç nuk përgatitet për ditën e nesërme që ka një provim? Po, patjetër. Nëse tregtari din që sot mbyll bilancin, ta që merren me ekonomi, ma shumë ka të bëjë kjo, e mbyll bilancin, a nuk e rregullon llogarin? Ka me mbyll bilancin vjetor, a duhet me rregullu qatë sistem? Duhet ta përmbyll dhe ta rregulloj bilancin. E ne e dim se veprat tona ngriten, po a përgatiten? Po a bëjmë diçka kur veprat tona ngriten? Sa to po përfundojnë për aq kohë. Prandaj ne duhet të japim një përgjigje të mirë për vetën gjithsesi nga ne. Nata e gjysmës së Shabanit është pastrim i zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Inna Allaha يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا المشرك أو مشاحي. Allahu i shikon krijesat e tij natën e gjysmës së Shabanit dhe i fal të gjitha. I shikon krijesat Zoti plotfuqishëm dhe i fal. Përveç idhujtarëve, përveç atyre që besojnë që tyrbja, teqja, rrota mullinit, peni, hajmelia, atë bojnë dobi. Përveç idhujtarëve dhe ati që ka armiqësi. Këta nuk ju falë Zotë, nuk i shikon. Mesazhi fort dhe edukativ për ne o besimtarë. Zemra mbushur me urrejtje, e mbyll derën e faljes, e ngandalson ngritjen e veprave, e prish shpirtin dhe e prish Ramazanin. Hasan el-Basriu thot: nuk ka ibadet të pranuar me zemër të smut. Që vjen, nuk ka bo ibadet, nuk ka bërë adhurim, nuk ka ibadet që pranohet me zemër të sënur. Ibn Rexhebi, Allah më shirot, thot: sijamu Shaban ke sijamu nawafil, qabla al-faraid, yukmil an-naqs wa yuhayyin qalb. Agjërimi Shabanit është si syneti para farsit, i plotson mangësit dhe përgadit zemrën. Selefi nderuar e adhuronin Allahun kur njerëzit flinin. Kur e kanë adhuru Zotin selef? Kur njerëzit flinin. Kur tregjet ishin plot, njerëzit ishin vërsyr në tregje, këta u nalnin dhe adhuronin Zotin. Kur koha ishte e harruar, si që është i harruar muaji Shaban. Disa prej tyre agjeronin vitet të tëra fshehura si. Pse? Sepse ibadeti i fshehur është më i sinqerti, me larg sy falësisë, me i dashur tek Allahu, Zoti jon, krijuesi jon absolut. E kule ma tasmun wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salatu e selame i dërgojmë të dërguarit ton alayhi salatu wassalam. Ibadetin e kohë fitnesh, o vllazërit e mi, o njerëz të mirë. Sot jemi në kohë fitnesh, sprovave, përçarjeve, luftave, rrymat e jetës që janë lloj-llojshme, problemet shumëta ekonomike, edukative, asimore, ku ta dione, ka probleme në shëndet, ka shumë lloj-lloj shmerit fitneve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: el ibade fil harj
kel hijratu ilej. Adhurimi në kohë trazirash është sikur se hijreti tek unë. Është sikur me po hijret për hatër të Zotit. Ky hadith tregon se të adhurosh Allahun në kohë vështirësi dhe trazirash ka vlerën më të madhe sikur të bësh një hijret të madh për hir të Allahut te bareke ve taala. Shabani është stërvitje për Ramazan. Ta marrim formën e fizikut. Muaji Shaban është stërvitje. Shabani e stërvit trupin. Shabani e zgjon zemrën. Shabani e rregullon disiplinën. Tash kur njeriu e zgjon trupin, e zgjon zemrën, edhe e rregullon disiplinën, atëherë është i përgatitur për me i Ramazan. Është tamam i përgatitur. Unë nuk po them që ta xhirohet këtë muaj apo gjysmë muaj, po disa ditë sfaku. Mos jemi totalisht neglizhent ndaj komplet muajit. Ramazani nuk fillon me ditën e parë, por me përgatitje. Pra ata që kanë filluar ta xhirojnë, kanë filluar prej agimit mëngjesit, prej syfyrit, deri në pranimin e ditës apo deri në iftar, e përmendin Zotin, falin namazin, japin sadakan këto ditë e kështu me radhë, ata vetëm se përgatitjen të bëjnë për ardhen e muajit Ramazanit. Kujdes nga vonimi i kompensimeve të Ramazanit. Ka nga njerëz, sidomos këta që kanë qenë kaluar në ushtri, ju kanë me ditë, ata tjerë që kanë qenë semur gjatë Ramazanit, apo të tjerë, që kanë një arsye që ju kanë vetë ditë nga muaji Ramazanit, dietarët, siç është Maliku, Shafiu dhe Ahmedi thonë, kush vanon ditët e mbetëra pa arsye, duhet tobe dhe ushqim për të vargrit përveç kompensimit. Me ta nxonë Ramazanin tjetër, e ty të kanë met ditë pa ja xhiru të Ramazanit kaluar, më mirë kryjnë muajin Shaban tash. Në të kundërtën, ulemaja kanë thonë se duhet tobe, mu pendu të Zoti, çfarë arsye ke pas që ke shujt kaq shumë ato ditë që kanë ditë. Mas pari tobe dhe ushqim për të varfër. Tu ka shtu edhe ushqimi për të varfër përveç kompensimit. Të nderuar besimtar, Shabani nuk është muaj spektakli ose muaj pastrimi, nuk është muaj zhurme, por muaj heshtje me Allahun. Është një muaj i heshtur me Allahun. Ai që e bën për Zot, ai që se bën se bën. Ai që e rregullon Shabanin e fiton Ramazanin. Sigur ai nxënësi i cili është përgatit dhe natën apo disa ditë para provimit përgatitet në mënyrë që kur të jenë koha e provimit, ai shumë është në rregull, s'është i përgatitur plotësisht. O Allah, na beko Shabanin, na pastro zemrat, na rregullon marrëdhëniet, na përgatit në Ramazan dhe na bëj për atyre që vepruan u ngritën duke qenë të sinqertë. Amin. O Allah, fal në ne, fali familjarët tonë, ndihmoj bashkënaqët në mesin tonë, ndihmoj vendin tonë. O Zot, na fal ato gjuna që i dim, ato që nuk i dim, ato që i bën nga harresa dhe shkujdesi. Aqulu ma tasmun wastaghfirullah li wa lakum ibadallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.